Të nderuar të pranishëm, në salë jemi 111 deputet, kemi quorum që të vazhdojmë me seancën konstitutive. Në vazhdimet e seancës konstitutive më 19, 23, me 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 maj dhe me 2 qershor 2025, subjekt politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK, nisma nuk kanë propozuar antar për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit kuvendit. Për formimin e Komisionit Zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje, andaj ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit, ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të komisionit, ftoj Listën Sërbe të propozoj një deputet për antar të komisionit, ftoj AK-n nisma të propozoj një deputet për antar të komisionit, nuk ka propozime, lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për Komisionin Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Votën për kanë dhënë 53 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk ka, nuk kemi quorum. Ndërpritet seanca, takohemi më 5 qershor në orën 11. Një arsye tjetër është që duke mos u votuar juve, dojnë që ta bllokojnë Zyrikutin që të marrë edhe një mandat si kryeministër. Ku qëndron problemi tash, tek ju si grua apo tek Kuti si kryeministër? Shihni, sa i përket kësaj çështje ne kemi thënë në vazhdimsi. Qëllimi është që të pamundsohet qeveria Kurti 3. Dhe krahas kësaj, këta nuk kanë mundur që të deklarohen hapur që janë kundër qeverisë Kurti 3, ta themi që nuk kanë mundur të thonë që po e bllokojmë konstituimin e kuvendit sepse po na pengon qeveria Kurti 3, ndonë se kjo dihet, por kanë përdorur forma të tjera të ndryshme, edhe sulme të cilat unë s'do të flas tutje, sepse besoj që kemi folur mjaftueshëm. Për mua nuk është vetja ime, nuk është kjo çështje individuale. Për mua është rëndësishme dhe për vetë vendosjen që të konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës në mënyrë që pastaj t'i hapim rrugë themelimit apo formimit të qeverisë re, qeverisë Kurti 3, por duket që këta janë përbashkë, janë mobilizuar me inat dhe po përpiqen maksimalisht që të pamundsojnë që qeveria Kurti 3 të bëhet. Si mund të ndalen këto inate politike? Unë besoj që është e rëndësishme të kemi takime, të kemi diskutime, të kemi, si me thënë, vullnet për të dalë nga kjo situatë. Ne kemi thënë në vazhdimsi që jemi shumë të hapur që të takohemi me secilin prej subjekteve politike. Kryeministri Kurti vetë i ka ftuar në takim, ka ftuar edhe DDK-n për marrëveshje politike, por të gjitha propozimet tona janë hedhur poshtë, gjithsesi nuk janë pranuar. Prandaj në njërin anë flasin se si zgjedhja e kryetarit të kuvendit duhet bëhet me marrëveshje dhe në anën tjetër nuk marrin mundin që të vinë as në takimet që bëhen nga lëvizja vetëvendosje. Atëherë unë nuk e kam të qartë sinqerisht se çfarë pozicioni ose cili është qëndrimi real i tyre në këtë drejtim, por besoj që qytetarët e Republikës së Kosovës presin nga ne që ta konstituojmë kuvendin. Kjo do të ishte e favorshme edhe për vetë deputetët e opozitës, sepse ju e dini që kuvendi e ka mekanizmin mbikëqyrës. Pra përgjegjësia kryesore e kuvendit është mbikëqyrja ndaj qeverisë. Pra nëse duan ta mbajnë përgjegjëse qeverinë, natyrisht që është e rëndësishme që të konstituohet kuvendi dhe pastaj me mekanizmat që i ka kuvendi të kontribuojnë
që ta mirëqyrin punën e qeverisë të Republikës Kosovës. Sot ngrisin çështje të cilat me të drejtë janë të rëndësishme, por ama le ta konstituojmë kuvendin dhe pastaj bëjmë debate, bëjmë komisione apo gjithçka tjetër në mënyrë që roli i kuvendit të jetësoj. A mund të bëhen dy palë zgjedhje me njëherë, meqense sot pritet të caktimi datës së atyre lokale? Mund të jetë kjo edhe data atyre qendrore mbase nëse s'arrihet kur farë marrëveshje? Për neve ka pas rëndësi që të konstituohet kuvendi dhe të formohet qeveria. Megjithatë, duke pas parasysh që mungon argumenti i opozitës, duket nga njëherë që as nuk e pranojnë rezultatin e zgjedhjeve. Dhe me këtë çështje nga njëherë çon mendja mos edhe nuk e pranojnë rezultatin e zgjedhjeve të më shkurtit, por nuk mund ta thonë si qëndrim. Sot kemi ftesë nga presidenti Osmani që të takohemi pra në orën 2, të flasim për datën e mundshme të zgjedhjeve lokale. Ne do kemi të pranishëm në këtë takim. Besoj që është e rëndësishme që partitë politike të dëgjohen, të shkojmë se cilat janë propozitimet e tyre për datën e mundshme të zgjedhjeve lokale, por nuk përjashtohet, si me thënë situata, ku mund të mbahen të dyja bashkë. Ne nuk kemi kundër si lëvizjeve të vendosin, nuk është qëndrimi jon primar, por në qoftë se dhe nuk konstituohet kuvendi i Republikës së Kosovës, atëherë edhe kënaqësitë tjetër janë zgjedhjet, ndonse ne dimë që pa u konstituuar kuvendi nuk mund të shkohet në zgjedhje, por kjo mund të bëhet lehtësisht me një marrëveshje të rregullt. Fatkeqësisht asgjë të re për të thënë, Kosova vazhdon të jetë e bllokuar për shkak të kryenetësisë politike të lëvizjes vetëvendosje. Sot dështuam sërish të konstituojmë institucionet, vendi është në krizë, ekonomia është në krizë, është momenti të mendojmë për qytetarin më shumë se për vetveten. Sot pat përpjekje dhe fatkeqësisht u kurdis seanca për të akomoduar nevojat e deputetëve e nuk po arrim që të bëjmë marrëveshje për të mirën e qytetarit, për keqardhje. Kërkoj ndjesë. Po e shohim që dinamikat e zhvillimit edhe koha po vije po e zën njëra punë tjetrën. Kjo tregon që partia më e madhe nuk po ka dëshirë që ta dorëzoj as fuqinë ekzekutive, ndërkohë që është duke i ushtruar njëkohësisht të dy funksionet. Kjo është një pengmarrje ndaj institucioneve të Kosovës, me një kost të tepërt të lartë për qytetarët e Kosovës edhe për vetë Kosovën. Duhet mos me harru që në këtë moment kur po flasim, çmimet janë rritur, inflacioni është rritur, jeta dhe vështirësitë për çdo familje kosovare janë rritur. Edhe ne kemi një mungesë të shtetit për t'i dalë ndihmë qytetarit Kosovës. Shumë reforma, shumë intervenime qeveria do të mund t'i bënte edhe t'u lehtësonte qytetarëve. Paga do të mund të rriteshin. Shumë çka do të mund të bëhen në këtë kohë sa ne po flasim. Por kur kemi një parti fituese që nuk arrin me siguru një shumicë të thjeshtë brenda kuvendit, kjo flet shumë për gjendjen në cilën jemi dhe ka një kosto shumë të lartë për qytetarët dhe vërtet na vjen keq. Kushtetuta e Kosovës jep i ndan përgjegjësitë në bazë të peshës së votave dhe partia e parë duhet ta siguroj shumicën, duhet ta gjej formulën se si ta siguroj shumicën. Dhe këtu ne jemi për përfaqësim politik, përfaqësim edhe ideologjik, edhe të mbajtjes së premtimeve. Ne domethënë jemi përfaqësues të një grupi të qytetarëve në bazë të programeve që i kemi prezantuar dhe kemi marrë besim që të vim që ato ide t'i përfaqësojmë brenda kuvendit Kosovës. Tani, sikur LDK-ja, ne jemi me një program që kemi përfaqësu, ja u kemi prezantuar qytetarëve dhe kemi marrë legitimitet për atë pjesë. Dhe jemi shumë të qartë në qëndrimet tona. Normalisht që për çdo dialog jem edhe atëherë kur kemi refuzuar, kemi dhënë opsionet tona, që kaq është fuqia jonë politike, kaq është edhe ndikimi jonë brenda kuvendit Kosovës, ndërkohë që krejt përgjegjësia i takon partisë së parë. Keni marrë një përgjigje nga organet e rendit kur i keni dërguar për çështjen e mbajtjeve të pozicioneve të dyfishta në këtë rast nga kurti dhe ministrat? Shikoni, ajo është një procedurë që e kemi iniciuar edhe i kemi dorëzuar të gjitha faktet. Nuk ka shtet demokratik në botë që një deputet që është pjesë e legjislativit të ushtroj edhe funksionin e ekzekutivit. Kjo është element bazik i funksionimit demokratik. Nuk ka. Aq më tepër që kemi ligje që e specifikojnë dorëheqjen e ekzekutivit në momentin kur bëhet betimi në kuvend. Keni marrë ndonjë informacion a e nisur? Pse jo, po megjithatë është e parësyeshme në këto rrethana për një emër konkret me shku vendin zgjedhje për sërinë. Po sido që të jetë ne jemi të gatshëm me shku në zgjedhje, pse jo.
Mendoj që është edhe ajo zgjidhje. Unë e kam thonë ditën e parë që edhe zgjedhjet janë zgjidhje. Faleminderit shumë. Bashkë, a do të ishin Cilën do që vendoset bashkërisht në ditën shqip, tash sot e kanë takimin me presidentin, me sa e di unë domethënë do të jetë java e tretë e tetorit, por nuk është përcaktuar. Të shohim tash, domethënë nëse kjo është zgjidhja cilën e preferojnë edhe vetë vendosja dhe lider të tjerë, atëherë ne jemi të gatshëm të shkojmë si epse. S'hupim gjë. Edhe ashtu hupim ujë kot. Faleminderit shumë. Unë besoj që tani mo tash e sa ku janë zhvillimet e njëjta, s'ka dilem që qytetarët e Republikës së Kosovës presin sa më shpejt ndërtimin e institucioneve, edhe unë besoj që nal nga dalë po ofrohet koha dhe besoj shumë shpejt Kosova do të ketë institucionet e veta, shpresoj. Shqyqeni, si subjekt politik ka një agjendë vetën për të shëruar, si me thonë, alternativat të ndryshme. Aja që është e qartë është që duhet keni marrëveshje politike e cilat të jetë Kosovës institucionet, edhe në parlament edhe në qeveri. Besoj që si subjekt politik e ka përgjegjësinë e vetë. Ne si nish në respekt të qytetarëve të Republikës së Kosovës, të votuesve tanë, kemi ofruar një mundësi mbi bazën e mundësive tona. Ideja për të qenë përgjeshëm, për të dhënë kontributin tonë në daljen nga kjo krizë dhe sa më shpejt Kosova të ketë institucione tjera. Jam i bindur që shumë shpejt, edhe herë po them, vendi ynë do të ketë institucionet e veta. Faleminderit. Tani mo takimet kanë ndodhë, edhe do të ndodhin, sot e kemi edhe me presidentin, edhe besoj që takimet e tilla janë lajme të mira, kudo që ndodhin, pavarësisht nga kush thirrën, për faktin që është një përpjekje. Është një përpjekje për të gjetur zgjidhje, besoj që ka me pasën, si me thonë, pjekurit mjaftueshme që në një moment caktuar të vijmë edhe te zgjidhja. Ju tani dini, besoj që kemi bënë një orë qëndrimet për publikun edhe për juve, dhe që ato që kanë një ora janë të njëjtat. Unë nuk e di aja si do ndodhe, aja që them nismë është e gatshme, tash me dha kontributin e vetë, me kanë e përgjeshme, me ofru zgjidhje, mbi bazën e fuqisë tonë politike dhe mundësisë tonë politike. Si subjekt, merr përgjegjësinë e vetë. Ne si parti politike jemi pozicionuar, kemi dëshirë që të ofrojmë një zgjidhje, duke pa nevojën që të kalohet kjo krizë. Kemi dashur që të jemi të përgjeshëm edhe pra votuesit tonë edhe pra qytetarëve të Kosovës që me kapacitet dhe mundësitë tona që kemi të ofrojmë një zgjidhje. Edhe a do të jetë kjo zgjidhje përfundimtare, nuk varet më vetëm nga ne, varet nga të tjerët. Faleminderit shumë.